përshëndetje dhe mirë se erdhën Malandet. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Një emër shumë të veçantë, po edhe mbi emrin, jo kostish, kush ka vendosur për emrin tënd? Prindrit, ne emrin më i vjetër. Nuk më dëgju për persona tjerë që kanë emrin Lojza. Prekazi vjen se familja babit kanë tentu me shku në Turqi, po tani s'po di bashkë qysh, veç jon me tani në Mitrovic, për mos me haru prej kajt po vinë, se këta e kanë pas emrin Jashari, emrin Jashari, tani e kanë marrë mbi emrin Prekazi. Okej, ti vjen nga Prekazi, po? Po, tash... Okej, me origjinë. Po, me origjinë, po. Sa ku je në Kosovë? Këtë verë? Po, këtë verë. Kam ardhur që një 10 ditë këtu, para kam qenë në Shqipëri, edhe në Greqi pak, në Korfos. A vjen shpesh, a shfrytëzon kështu kohën tënde të pushimeve për marrë gjithmonë Kosovë, apo ka ndonë ndonjëherë me nejtë edhe në Danimark, edhe pse ke qenë me pushime? Mundohem çdo herë që kam pushim me ardhur këtu në Kosovë. Kur kam qenë e vogël jemi ardhur shumë shpesh, 3-4 herë në vit. Po tash pak jo me punë, jo visa kam përfunduar edhe magjistraturën, aty nuk kam pas mundësi atë shumë. Ti ke lindë në Danimark, apo? Po. Tregom qysh erdhi ai momenti nëse ta kanë tregu prindrit për me shku në Danimark, edhe mandej edhe ti me lindë edhe me urrit atje. Prindrit e mi nuk e kanë njoft njërin tjetrin. Përpara jon taku në Danimark, jon ardhur vitin 92. Edhe aty tani jon taku, mami ardhur me krejt familjen e saj, e babi ardhur vetëm. Tani qashtu jon taku, tani në 2002 unë kam lindë atje në një qytet që është i quajtur Kolding në danisht. Ka shumë shqiptar në Danimark? Ka, veç jo si këto shtetet tjera, normal Zvicër, Gjermani. Unë qëtash ka fundi, qëtash se unë e visa jo më shpërngull në Kopenhag, kam gjetë punë në Kopenhag. Aty jom shku disa evente në konsulatën e Kosovës në Kopenhag, aty ma shumë kom taku shqiptar. Se kështu, kur jom ka në vogël, ma shumë veç me daj, me familjarë atje. Ti tashme po jeton vetë, po besoj, apo? Po. Si ka qenë kjo ndoja nga prindrit? E zësar. Për ty më shumë, apo më shumë për prindrit? Mendoj të dyjat ka pak, se unë me prind jam shumë e lidhne, po ka herë e shet që do puna jo ma të mira ka Kopenhaga në kryqëzet. Pra duhesh mu qkop ka pak. Po e kam provu edhe ma herë se unë kur ja kom fillu fakultetit, atëherë ju shku në një qytet tjetër me studiu, e tani kesh edhe në Poloni, ku kam bë praktik në ambasadën daneze. Pra aty e ndrova dhe shtetin. Po mirë, unë kam shumë kontakt me prinde, shkruajmë, telefonojmë, kështu. Jo, jep këtë ide dhe të rënjive tjerë shqiptarë që të largohen të jetojnë vetëm, sepse në kulturën shqiptare mu largohen nga prindrit të shumë big deal. Po, edhe mu ka duk shumë big deal. Po mirë është se pak i mëson disa gjëra. Bësh me pavarur. Bësh shumë e pavarur. Po edhe me nejtë të prindë dhe ashtu nuk është keq. Unë e shumë se është kryqëteti Kopenhaga është shumë largë për aty ku i kam prindrit, po e shumë mungojnë. Po mirë, i ka edhe dhe të mira edhe më do. Për çka pati vështirësi më shumë ti gjatë asaj kohës që ditët e para kur ishe vetëm, gjitha përgjithësitë e shtëpisë duhet i merje ti vetë? Me të thonë drejtën, unë e prit që kam qenë e vogël, neve mami e babi na kanë shti kështu të me marë përgjithësi këto zakonet tona. Tana këto i kemi mësu prej fëmirisë unë e vllavim. Pra nuk më ka ardhë edhe qaq shtira, s'po di qysh me thonë. Normal është diçka tjetër kur krejt duhesh me menu e llogarit me i pagu e tana këto sene, po edhe qaq mendoj i kum pas prind që ju në kanë shumë të mirë me na shti me marë përgjithësi këto lloj sene, pra. Po këtemi pak tek studimet tua. Nëse nuk gaboj, ti ke përfunduar për matematikë dhe ekonomia. Po si erdhe tek zgjedhja këtyre dy drejtimeve, si ishte procesi? Unë e kam pas shumë vështirë me zgjedh.
Kam mendu një kohë shumë gjatë që mjekësin, kom e zgjedh, se edhe mami u regjistru në fakultetin e mjekësisë këtu në Kosovë, e ka përfundu vitin e parë, pra mendoj pak e kom pas edhe kështu si në gjena, s'po di që nështë qatë rrugtim duhet me ba. Po apet ti qka nuk më flejke në zemër. Tani kom menu si inxhineri, unë gjithë kom ditë këtu shkencat natyrore, matematikë, këto mas shumë t'i më pëlqenjë. E tani e shisha që mas shumë t'i matematika po më pëlqenë. Po mu më pëlqenë edhe shumë me njerës, kom qef me njerës kështu të edhe me kuptu qysh edhe njena na si njerës, ekonomia mendoj pak është shumë për njerës, është normal edhe për numra, po edhe shumë për njerës po i fjallë. E tani e zgjeda këtë drejtimin me matematikë dhe ekonomi. Best of both worlds. E zgjede drejtimin në matematikë edhe ekonomi, a do të thotë që jenë një kursimtare e mirë edhe tash dhe me i menagju edhe vetë financat? Po, mami më thotë që shumë jam e mirë për me kursy. Dohet, unë e kom qef normal kur dohet edhe mi shpenzu pare, po duhet edhe mi rujt ka pak. Për shembull, nëse ta kishim kërku një këshill se qysh me i menagju financat edhe me kursy pak ma shumë, çka do na thoje? Unë gjithë i këshyri këshut ashtë për një me e nevojshme, me ble këtë send, ose me po këtë gjo, ose diqka. E nëse nuk është te për më duke, tani nuk e bëj. Pra më ndojsh ma thjeshtë. Si po e sheti këtë pjesën e rritjes çmimeve ose keq menaxhimit financave në Kosovë? Po kjo rritja e çmimeve, pastaj sa ka përqindje, ky keq menaxhimi ndoshta që po bëhet tek pjesa e financave në vendin tonë. Edhe sa mendon që dallon nga pjesa ku tjetër? Tash me politik nuk du mu marrë këto veç. Tek pjesa. Kur shkojna në shqitore, këto supermarkete, unë e shoh që çmimet janë gati njësoj me do produkte si në Danimark. Pagat janë ma të ullta këtu në Kosovë, pra normal që është vështirë edhe për kosovartë këtu. Mendon një pjesë atyre personave që mendon sidomos ka muajt kur bashkëdhetarët vinë tek ne rriten çmimet më shumë, ose a ke rastis ndonjë situatë të tillë? Unë për veti nuk e kam përjetu vetë, po tash edhe këto vitet e fundit ma shumë i marrë edhe unë e veç verës, për nështë si kom provu me si unë rritë çmimet, veç po ndëgjon gjithë shka. Apo punon tash, a ke arrit me ushtru profesionin cilin e ke studiu? Po tash punoj si ekonomiste në një think tank për një institut kërkimor, bëj hulumtime dhe analiza ekonomike dhe të politikës së Danimarkës. Unë e mirë me regullim dhe çrregullim ekonomik, pra jam shumë e kënaqur. Atë vend që po punoj tash, kam punuar si studente, e tani kanë zgjedhë më ma ofru edhe me nejtë si ekonomiste, kur i kom përfundu, para sa mi përfundu studimet në fakt. Je shumë e re në moshë, në fakt edhe ke arritur gjitha këto edhe fakultetin, edhe punën. Si mendon ky balanci mes jetës, knatësisë, punës, si ka qenë tek te? Ke qenë ndonjëherë pishman pse nuk je kënaqur më shumë, ose pse si ke shfrytzuar disa mundësi që trinjet e tjerë kanë pas, po ti je mirë më shumë me punë dhe me studime? Mendoj një kohë ka qenë ashtu, ku jam kanë shumë e dhanë me mas mësimit. Po i kam pas edhe disa prind shumë të mirë që edhe me kanë shty edhe mu kënaq, se jeta është edhe ma shumë se veç libra. E mendoj këtu vitet e fundit, ma shumë e kom kuptu që një me jeta është ma shumë se libra. Tash kom qef shumë me udhëtu, me dalë me shoqe, me familje. Mundohem tash ma shumë me shiu. Matematika në fakt njihet edhe për gara të shumta që organizohen. A ke marrë pjesë në ndonjë garë të matematikës? Kam marrë pjesë në gjimnas, disa gara në Danimark që janë majtë. Po jo, kur jam marrë në fakultet, kom pas prioritetet tjera, ja kom nisë me punu në fakultet prej semestrit të dytë, si asistente në mësimdhanje edhe në hulumtime në fakultet. Pra mendoj ato i kom pas prioritet ma shumë. Plus edhe i kom pas edhe disa, jam kanë vullnetar në
disa organizata të ndryshme. Për shembull kam qenë në Hungari, që tash në Pranverë, ku i kam vëzhgu zgjedhje si observatore. Edhe tash prap në Bosnjë kam me shku, në Tetor, po këtë herë si koordinatore e financave. Pra, interesant është me provu edhe si koordinatore. Sa ke arrit shoqërisë tënde daneze me ja prezentu Kosovën? Jo mundu shumë. Ta në din si me po Shqiponjen, e kam edhe një shoqe, ja ku mësu këtë besa bes që i kemi na. E ka herë zanat vënohet ajo kur kemi më taku e kështu. E tani i thëmë kështu, të është me kanë me kohë, tani vish ma bëm besa bes, edhe krymo. Pra, mundohem edhe me ushqime normale, kështu, gjithë flasë mirë për Kosovën e për Shqipërinë normal. Si e me ushqimet e Kosovës, me ushqime tradicionale? Me ushqime tradicionale, këto pite, këto tona që janë, edhe i kom su edhe nejse këto që janë matë si Balkan, edhe me vegete, me këto, ja ka njësë dhe shushnja jam me përdor, pra. Kënda ndo një që të dita gatuash vetë, apo jemi largë? Jo, i di me gatuar. Okej, cili është një ushqim që dita bësh mirë kështu, që është jone? Ndaj këto pite, mantia, këto edhe normal këto gjellat e këto që janë. Po ndo një ushqim danes që ndoshta kosovarët nuk e din, që do doja me ja u prezentu? Po tash nuk e di, pasha është në shie të shqiptarëve, veç e kanë shmëa, po i thojnë, është buk e zesë, e tani për mi ka ose peshk, ose ve, ose karkaleca, ose diçka e bojnë, edhe tani menaj si dressing ma shumë. është shumë e thjeshtë, veç mu më pëlqenë. Po me këto traditat e tjera cilat i kemi, ndoshta cilë është një tradit ose kultur nga Kosova që familja juaj e mbon ende? Mendoj, tash, një sen që na shumë e kena pas, është gjuhën, s'pon me hup gjuhën. Edhe kjo është me rritë veç e prindëve të mi. Se na edhe kur na konë të veç, lu në vlau im, kemi pas qef shumë me orë në Kosovë. Po tani na thoj ke mas shumë t'i mami, që nëse nuk dini me full Shqip, as nuk keni me orë në Kosovë. Pra pak për mes asaj edhe kemi mësu gjuhën mirë. Pra mendoj, gjuha është një sen që kurse kemi haru. A do të thotë kjo që mbrëm një vetë të shtëpit tuaja, pos që është full Shqip, keni full ndoshta edhe për historinë e vendit, për kozit, sa je ti ndoshta e ofert me historinë e Kosovës, dhe së dhe mos vendin nga vene? Besoj që jam shumë e ofert. Ne kemi edhe shumë libra në shpe, ku kemi për historinë e Kosovës, në të qojmë edhe kongë shumë të Kosovës, pra besoj që shumë. Ka shumë normale dhe kjo është e mira që dhe pse nuk jetoni këtu, prap e ruani edhe interesoheni për historinë e vendit. Jemi krejt në minutat të fundit, cilat janë planet e tua, synimet për të ardhmen. Me të thonë drejtën, është hera parë që nuk kam shumë plane. Unë jam shumë tip që kam qef me i planifiku krejt jetën nëse muj. Po këtë herë e di e kam punën e mirë, pra po këzona tash më ju këthy punës, e di e kam këtë misionin në Bosnjë, në Tetor, po përveç asaj nuk e di. Jam shumë e hapër për çfarë të mundësie që më vjen. Gjithë shka që na vjen, mirë se na vjen. Mirë se na vjen, po. Faleminderit shumë edhe ty që ishe pjesë e juona dhe që na sjellën një energji të re dhe mbi të gjitha urime për sukseset edhe pse ju të pafshim sa më lart. Faleminderit shumë, faleminderit. Shumë faleminderit. Shikues të dashur, nga diaspora nuk po largo